ku ndodhet Partia Demokratike, me zyra në selin blu, por me drejtime në ajër, një mesazh të ashpër ka lëshuar ish-deputetja demokrate Dhurata Çupi ndaj disa kolegëve të saj opozitar, për të cilët shkruan se marrin tendera nga qeveria Rama, teksa shtesin moral në anën tjetër. Me së reshtash, Çupi shkruan se opozita nuk është tre për të përfituar ata demokrat që bëjnë pakte me qeveritarët. Kanë 13 vite opozitar, por jetojnë si majorancë, tenderat i marrin nga qeveria, moralin shesin të opozita. Opozita nuk është tre për të përfituar, por betejë për të ndryshuar. Demokratat ortak me qeveritar, pallate me bashkit, me partiçka si Korpulla, pas shiu të shesin morali. Janë po të njëjtët që i përzën figurat e dobishme intelektuale dhe pastaj ju turren pse ikin, shkruan Dhurata Çupi, në një reagim të fortë që tregon nga ana tjetër edhe situatën ku ndodhet Partia Demokratike prej 13 vitesh tani më në opozit. Po dje mediat raportuan që një tjetër demokrate iku nga selia blu. Ish-kryetaria e Partisë Demokratike në Sarandë, Manjola Nikolo, ka pranuar postin e kryetare së bashkisë së këtij qyteti.